Nderuar miq, mirëmbrëma, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në televizionin Fox News në emisionin e përjavshëm nga Kalaja. Një emision tani më siç e keni ndjekur dhe ju, i një anshëm, jo i pa anshëm, sepse ne mbajmë anë, përpiqemi që mos zihemi me njëri tjetrin, përpiqemi të prevalojë argumenti, përpiqemi që t'japim diçka më ndryshe në tregun e stërmbushur me emisione politike. Do thoni ju, po edhe emisioni jot është politik. Unë gjykoj që jemi pak më ndryshe, gjithsesi këtë do ta vendosni ju. Pse jemi më ndryshe? Sepse të ftuarit që kemi neve nuk i gjeni rëndom nëpër ekranet e tjera televizive, nuk i kam me pagesë asnjërin prej këtyre, që do të thotë nuk i jap para që të thonë atë që mendoj unë ose atë që duhet thonë. Nuk paguhemi nga incineratorët, nuk paguhemi nga një sponsor që do të mbajmë krahun e dikujt. Për këto dhe arsye të tjera, ne ditën e sotme do të trajtojmë një temë që për hir të vërtetës po kalonte në tregun mediatik shqiptar pa një vëmendje të madhe, ose ashtu siç u trajtu shumë dobët në gjykimin tim. Pse e them unë këtë? Sepse e kam ndjek vetë në dinamikë këtë çështje. Bëhet fjalë për marrëdhënien midis Shqipërisë dhe Greqisë. Janë dy shtete të cilat herë kanë qenë aleate strategjike, siç thuhet, megjithëse koncepti aleatit strategjik do të thotë që ti mos kesh asnjë problem me shtetin që krijon aleancë strategjike, dhe herë tjetër kanë qenë marrëdhënie shumë problematike, ndoshta në pikën më të ulët të marrëdhënieve që kemi aktualisht sot. Për diskutuar për këtë çështje, por edhe për rrugtimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, unë kam ftuar një panel shumë interesant natën e sotme, ju e keni ndjekur dhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Jam shumë i nderuar që në krahun tim djathtë kam politologun Bledi Dika. Mirëmbrëma Bledi. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua sot. Në krahun tim të majt, po duke qenë dhe i djathtës, është antar i Këshillit Kombëtar Maringlen Doçi, i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, Maulana. Megjithëse është veshur sot me rozë, situata nuk është rozë në Shqipëri, gjithsesi. Avokatin e nderuar Henry Bici, një penë holl e avokaturës në Shqipëri, por jo vetëm, i cili është shumë i vëmendshëm edhe ndaj çështjeve të aktualitetit politik, por një aktivist shumë i zëshëm i çështjes kombëtare. Kujdes, pjesëmarrës në shumë protesta për fatet e Shqipërisë. Mirëmbrëma avokat. Mirëmbrëma, faleminderit. Faleminderit. Të fundit, por jo për nga rëndësia, është gazetar i Syrit. Ai aktivist është njëri që vjen nga aktivizmi, vjen nga kauzat. Ardit Zeneli, mirëmbrëma. Faleminderit Ardit. Faleminderit Ardit. Që je me mua. Ndërkohë, Bled, e nisim bashk. Do doja një sentencë parë tënde. Ministri i punëve ministri i mbrojtjes Republikës Helenike, se kështu quhen ata, ka ardhur në Shqipëri, ka taku ministrin e mbrojtjes së Shqipërisë. Thuhet që ky i fundit është vendosur nga një lob izraelit, duke pasur një marrëdhënie speciale me një nga njerëzit më të fuqishëm të lobit izraelit në Shqipëri. U vendos pasi Rama, kujtojmë, vizitoi Izraelin dhe takon pra Dendjes, u duk se dhe si muhabet kushërish, Dendjes Rama, takon Ramën, ndërkohë u tha që u fol për paktin detar, tani në informacione of the records, dhe këto i kam të konfirmuara, është diskutuar për varrezat greke në Shqipëri, në një nga temat kryesore. Pakti detar, ne jemi në Hag. Kemi edhe problematika tjera. Tani, me këtë perspektivë që të parashtrova, si shikon ti marrëdhëniet shqiptare-greke në këto momente që flasim? Marrëdhëniet shqiptare-greke janë marrëdhënie që do t'i cilësoja si marrëdhënie me një aktor që është totalisht i varur, që është Shqipëria. Pa i hyrë, domethënë, detajeve, duke parë lart është diçka që tërhiqet për 30 vjetëve. Raportet e midis dy shteteve zakonisht përcaktohen nga fuqia që kanë këto shtete, që i përcjellin njëra tjetrës, përcaktohen nga parimet e reciprocitetit, që janë dhe parimet e drejtës ndërkombëtare. Dhe në këtë sens, reciprocitet midis dy vendeve që nuk kanë, që nuk projektojnë një fuqi të njëjtë, nuk do ketë as reciprocitet të njëjtë. Kjo ndodh edhe për faktin e politikës shqiptare, që në këto 30 vjet nuk ka ditur ta ngrijë Shqipërinë në ato, si thuash, state të fuqishme, le të themi, ekonomike, që t'i bëj, si thuash, të jetë dinjitoz në raportet me Greqinë. Kemi parasysh që në Greqi një pjesë e shqiptarëve janë emigrantë, mbi 1 milion shqiptarë kanë ikur, kanë emigruar në Shqipëri, dhe kjo e vën Greqinë, domethënë, në kushte
si thua, të favorshme për projektuar forcën e saj. Kjo duke parë ftohtë, pa i hyrë pastaj, si thua, historisë, le të themi, pse jo, dhe agresive ndaj të Greqisë, ndaj Shqipërisë, duke parë çështjen Çame, gjitha fshesat e famshme, kërkesat e vazhdueshme për varre, i lloj kërkesesh për delegjitimim territorial në zonat e jugut e kështu me radhë. Por për te gjitha kësaj kjo shkon për te retorike se do donte edhe një mision të tërë, domethënë. Gjëja më pikante ose gjëja më kyçe, më kryesore është çështja e detit. Bëhet fjalë për një çështje që, siç e tha dhe juve, do të kalojnë në Hag, kur nuk kishte asnjë mundësi ose asnjë volitshmëri që të çohesh në Hag, mund të zgjidhesh nëpërmjet dy vendeve. Në momenti që nuk arrin, absolutisht. Në momenti që nuk zgjidhet nëpërmjet dy vendeve, si thuash, drejta ndërkombëtare, konventet që rregullojnë, domethënë, delegitimimin e brigjeve, si thuash, parashikon një lloj veto. Pra, qofse unë nuk dua, çështja arri deri diku e pazgjidhur. Dhe çështja mund të zgjidhej, ne kemi në konventën e Montego Bayt, në konventën e Montego Bayt parashikohet që 12 miljet detare duhet që mos të merren, domethënë, si pjesëmarrëse brigjet, në krahasim me mikroishujt që mund të ketë shtetet archipelage siç është Greqia. Por, ajo që kërkon Greqia me sa duket është që kompasi të vihet nga këto mikroishuj. Dhe Haga nuk e parashikon këtë. Pra, si thua, do të duante një avokati të jashtëzakonshme që do të fitonin në Hag për diçka që kemi direkt sipas konventave. Por pyetja është pse bëhet gjithë kjo? Nuk është një çështje për të marrë pjesë territoriale. Unë besoj që, si thuash, e vërteta flet diku tjetër. E vërteta flet tek ZE-t, që janë zonat ekonomike ekskluzive. Këto janë zona që shkojnë përtej 12 miljeve detare. Nga informacionet që kam unë, po dhe nga dokumentet që mund të shletonin, ka një marrëveshje midis Italisë dhe Greqisë për delimitimin e ZE-ve, për te 12 milje ekonomike, për të delimituar kush është territori im, kush është territori jo, me marrëveshjet e tjera. Por, aty ku puqet Shqipëria, Greqia me Italinë, është dhe pjesa shqiptare, që nuk është marrë në konsiderat. Pra, si thuash, do të ishte një marrëveshje tripalqe për zonat ekonomike ekskluzive. Pse bëhet kjo? Sepse në zonën ekonomike ekskluzive për cilën bëhet fjalë, pra që duhet ketë zë dhe Shqipëria, ndodhet një nga sedimentet më të mëdha të naftës metanit që quhet Fortuna Prospect. Dhe pra, si thua, ka Izraeli gisht në këtë histori? Këtë nuk e di, nuk mund ta them, por unë di të them që gishti që qëndron në këtë është gishti te gazi. Pra, kemi një sediment gazi që quhet Fortuna Prospect, i cila do të delimitohet, pra, vendet, aktorët që do të kenë akses, do të delimitohen nga ZE-t që do të ndahen nga marrëveshjet. Pra, si të thuash, kërkohet që me pak fjalë për ta sintetizuar, kërkohet që Shqipërisë të filloj, kompasi Greqisë të filloj nga mikroishujt, në mënyrë që Shqipëria mos të arrijë në zonën ekonomike ekskluzive të ketë pjesë në sediment. Nga loja, qartë. Po për çështje të ekonomike, nafte. Si shikon marrëdhëniet të shqiptaro-greke tani ose vizitin e fundit të Dendjas në Shqipëri? Do më thënë, na u tha në fillim sikur kishte një ngecje përse i përket çështjes Beleri, tani futet në një situatë tjetër, është momenti që Shqipëria futet, do më thënë, për negociata, për muhabete të Bashkimit Evropian, dhe sa herë kemi situata të tilla, pam Greqia këtu dhe merr diçka në prapëstim. Shikojlon, marrëdhëniet Shqipëri-Greqi kanë qenë të tensionuara prej më shumë se një shekulli gjatë gjithë kohës dhe gjithmonë ata kanë gjetur precedent ose raste specifike për t'i përdorur
në politikën e jashtme kundra Shqipërisë dhe ndërkohë në të njëjtën kohë kanë avancuar me politikën e tyre për të ndërhyrë në çështjet e brendshme të Shqipërisë për të i dhënë rezultat të gjithë pretendimeve të tyre mbi territorin në Shqipëri, mbi interesa ekonomike në Shqipëri dhe mbi influencë mbi Shqipërinë. Po të shikojmë, siç e tha dhe vizita e ministrit të mbrojtjes nuk erdhi vetëm në kontekstin e një vizite në takim bilateral me homologun e tij, por ai takoi dhe kryepeshkopin. Pra, kalon pjesën politike, ai takon një drejtues të lartë të institucionit fetar, mund të ketë takuar edhe lobingjet e tjera greke brenda Shqipërisë, çka më bën të mendoj që gjatë gjithë kohës ata në politikën e tyre duke përdorur sentimente të ndryshme, pra siç janë çështja e detit, ndarje pakti detar, varrezat e ushtarëve grek në Shqipëri, çështjet minoritare të grekëve pra në kufit jugor të Shqipërisë, ata i përdorin për të avancuar në politikën e tyre të jashtme dhe për të përmbushur interesat e tyre kombëtare dhe ekonomike dhe të zonës influencës mbi Shqipërinë. Gjatë vitit 2018 ne kemi qenë një grup që kemi protestuar vazhdimisht kundra paktit detar, që më vonë shkoi edhe në gjykatën e Hagës dhe kjo nuk ishte nuk ishte një fitore e palës shqiptare, ishte një zvarritje më e madhe e procesit pra për të arritur një marrëveshje dhe kemi parë që Greqia gjithmonë ka një as në mëngë, sa herë don ta mbaj peng diçka, pra nxorri gjykatën e Hagës, atëherë aso kohë. Dhe në njëjtën kohë kemi edhe qeverinë shqiptare, kemi kryeministrin Edi Rama që gjithmonë sa herë ka debate të tilla ose histori të tilla me Greqinë ose me partnerë të tjerë, ai shikon një pazar të mundshëm në sfond, në horizont. Dhe futet aty e merr, sepse me sa di unë takoj edhe Edi Ramën ky zotëria dhe nuk e dim se çfarë lloj pazari mund të ketë bërë, sepse Edi Rama e ka as media greke nuk e zbardhi bisedën. Po pra, prandaj dhe jep një cop det këtu, jep një cop tokë atje, gjithmonë ai është i hapur për të dhënë territore shqiptare, kur bëhet fjala për interesa të huajve. Dhe normalisht ai dihet çfarë mund t'i ketë kërkuar pra ministrit të mbrojtjes Greqisë, mund t'i ketë kërkuar heqjen e vetos tyre për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse ai edhe pse ne nuk kemi përmbushur asnjë nga ato kërkesat për antarësimin në Bashkimin Evropian, ai do ta marrë këtë si një dhuratë qyl, ai mendon që e meriton, por në fund ditës ai thjesht e përdor për politikë të brendshme këtë dhe për të arritur këtë qëllim ai gjithmonë shet det, shet toka, shet interesa dhe gjithmonë barra bie mbi qytetarët shqiptarë. Okej, avokat, një mendim edhe nga ana jote se si e shikon këtë moment të marrëdhënies. Duhet kemi parasysh që takimet tilla duhet të jetë kryesore çështja e transparencës, pra sepse janë takime që përfaqësojnë dy shtete dhe transparenca duhet të jetë primare. Ne në këtë diskutim në thonjza po aludojmë pasi nuk kemi informacione zyrtare dhe shpeshherë na ka ndodhur që sa herë ka pasur takime të këtij niveli, informacionet ne i kemi marrë nga media greke. Sepse në Shqipëri nuk ka pas informacione detajuara. Unë mediat greke po lexoja, me të thënë drejtën. Rasti i kësaj vizite lidhet me ato që u diskutuan këtu, pra një sër çështje që flitet dhe që mund të jenë diskutuar. Kryesorja mbetet marrëveshja e detit dhe kjo derisa të zgjidhet do jetë pashmangshmërisht pjesë e diskutimeve. Normalisht kur bëhen diskutime ndërmjet dy shtetësh, aq më tepër që ne me Greqinë kemi të lidhur pjesën e diskutimeve duke qenë se jemi dy shtete fqinje dhe këtë gjë nuk mund ta shmangim në asnjë moment, pra gjithmonë do jemi në marrëdhënie dhe në marrëveshje duke qenë se jemi shtete fqinje. Për sa i përket zgjidhjes së kësaj pjese, tashmë kanë vendosur ta dërgojnë në gjykatën ndërkombëtare, por e drejta ndërkombëtare prevalon mbi interesin e të dyja palëve dhe mendoj që kjo do ishte zgjidhja më e mirë, por duke parë siç u diskutua dhe fuqinë. Për neve nuk është absolutizja më e mirë. Në Shqipëria ka marrëveshje, ka bërë është miratuar në OKB dhe marrëveshja parasheh që Shqipërisë t'i fillojë numërimi i miljeve territoriale nga brigjet. Pra vijat bazë
të delimitimimit territorial duhet fillojnë nga brigjet. Pra brigjet kanë më shumë rëndësi se mikroishit. Kështu thënë konventa që është bërë drejt për drejt. E drejta ndërkombëtare duhet kemi parasysh një gjë, që e drejta ndërkombëtare është një drejt që quhet ndryshe drejt konstitucionale ose e drejtë si thua nuk është e drejtë e shkruar, pra që të ketë ka dokumenta të shkruar, por çdo burimi të drejtës ndërkombëtare është çdo konvent, edhe çdo marrëdhënie, edhe çdo domethënë çdo rast i mëparshëm bëhet pjesë e asaj që quhet e drejtë kombëtarës. Po avokat? Po Haga nuk e paraqet, pra për Shqipërinë Kam përshtypjen që do të më elaboru avokat. Sepse tek pjesa e Hagës, të mendoj që nuk është zgjidhje e mirë për ne, më tej ne duhet ishim unë tryezë të mbronim interesat tona, se sa kjo çështje të dërgojnë në Hagë të lihen në dorë të një tryeze që mund të jetë edhe influencuar nga fuqia e shtetit që pra aty ne ulemi të pabarabartë. Pikërisht. Madje aty ka dhe gjyqtar grek, në gjykatën e Hagës. Ne skemi gjyqtar fare. Funksionon, domethënë lobimet, fuqia ekonomike, ne me Greqinë jemi dhe antar të NATO-s, pra dhe aspirojnë të futemi edhe në Bashkimin Evropian, pra gjitha këto marrëdhënie ne duhet i përdornim në favorin ton, në mbrojtje të interesit, duke u nisur edhe tek pjesa e ndarjes dietit dhe zonave ekonomike ekskluzive, për gjitha këto ne duhet i përdorim në favorin ton dhe jo t'ia linim atributin. Avokat, kemi ekspertizë neve për me shku në Hagë, sepse hartat detare të Greqisë janë hartat të famshme në botë. Janë njerëzit më të aftë që kanë bë histori në botë për detin. Patjetër, shiko, unë e dyshoj këtë pjesë sepse çfarë ndodh, sa do të angazhosh studiot më të fuqishme të avokatisë, ekspertët më të mirë, mbrapa tyre është shteti. Pikërisht. Jemi ne përballë Greqisë, pavarësisht kush të përfaqëson në gjykatë, dhe sado ekspertizë të mirë të kesh në rast se influenca e shtetit që ti ke përballë është më e madhe dhe ekspertiza, siç e thatë dhe ju, hartat e vjetra e gjitha këto, duke pasur dhe gjyqtar që kanë kombësi greke, normalisht peshorja do anojë nga ana Greqisë. Tani unë mora informacion dhe gjykatës Hagës shtetet i drejtonin disa pyetje. Dhe ajo do jep të përgjigje. Pra dhe varë qa pyetjesh do t'i drejtojnë. Kjo është e rëndësishme, patjetër. Se pyetje do t'i drejtojnë Greqia, në fakt. Se këtu do duket edhe qëllimi i shtetit ton, cili ka qenë qëllim, mbrojtja e interesit apo krijimi një marrëdhënie ku ne mbase mund të humbim edhe të fitojmë diku tjetër, që këtë e di vetëm kryeministri, i cili është kjo strategji që do na nxjerrë ne fitimtar nga kjo. Mos e vërtet. Nga kjo lëvizje që ka bërë. Çështje tjetër ka qenë kjo e varrezave të ushtarëve grek të luftës së dytë botërore, pra çështjet e minoriteteve, këto janë hedhur në media që flitet, që janë diskutuar. Nuk besoj që Greqia ka pas probleme me Shqipërinë për sa i përket respektimit minoriteteve. Ç'është kjo histori tani? Nuk e kuptoj pse duhet diskutohen kur minoritetet kanë po flasim që nga mbas viteve 90, se nuk po flasim për përpara, që kanë pas gjitha drejtat e tyre, kanë gëzuar drejtat, përdorin gjuhën, pra ndërkohë që shqiptarët që jetojnë në Greqi kanë një sër problematikash që lidhen me siç mund të jenë vitet e punës, pra janë çështje më konkrete për Shqipërinë që duhet preken, që prekin direkt qytetarët. Ose përdorimi i gjuhës shqipe, pra kemi komunitet të madh shqiptar në Greqi që kontribuojnë prej kaq vitesh, apo pajisja me dokumentacion, leje qëndrimi apo pasaport në Greqi, pra është një stërmundim i madh i shqiptarëve që kanë kaq vite që jetojnë në shtetin grek dhe akoma nuk kanë mundësi të pajisjen me dokumentacion të rregullt. Pra këto do të ishin çështje dhe me interes për Shqipërinë, mendoj unë. Ndërkohë që Greqia mund të ngrejë pretendime patjetër për çdo gjë, por dhe ne për parimin e reciprocitetit, duhet kemi edhe në pretendimet tona kur ulemi në një tryezë dhe t'i mbrojmë fuqimisht. Ardit, edhe mund ta shtoj sa herë bëhet fjalë për marrëdhënie Shqipëri-Greqi, pala greke mundohet ta mbajë problemin brenda Shqipërisë, sepse po të kalojë, domethënë pastaj jashtë Shqipërisë, ata kanë problem çështjen çame. Që mund të rihapet çështja çame. Po ata nuk e njohin çështjen çame. Po pikërisht, pra prandaj gjithmonë ata kërkojnë problem brenda Shqipërisë dhe mbajnë të hapura çështje që po pra ne çfarë do bëjmë se ato janë drejt në vet me bëu këtë pislik. Ardit. Tek sa tryezë do të jetë dhe ligji falqe, dhe ligji i luftës i cili ndalon marrjen e pronave ka shqiptarët. Për të arritur te këto diskutimet thelbësore, unë duhet ta ndalim pak në fillim tek pjesa e Greqisë. Vërtet ne kemi me të konflikte të hershme, po duhet t'i japim hakun që i takon. Politika jashtme e Greqisë nuk ndryshon sipas qeverisë. Atje politika jashtme atyre është e përcaktuar qartë që për cilën do qeveri e cila do vinë pushtet në Greqi, nëse prej këto pikat
të kuqe që ata I quajnë, aty mbaron ai ekzekutiv. Absolutisht, janë shumë serioz. Patjetër, edhe në këtë aspekt ne duke qenë se kemi bërë dhe protestat atje, këtu ne jemi të katër këtu bashk protestues dhe bashk thirrës të këtyre protestave, ne kemi nisë nga një indicje shumë e thjeshtë, ne s'kishim transparencë. Ne s'kemi pas njëherë transparencë. Nga ana e qeverisë shqiptare, ne s'kemi pas asnjëherë transparencë se çfarë po ndodh dhe çfarë po diskutohet dhe kush janë interesat tona që do përfaqësohen dhe do mbrohen. Në lidhje me këtë, për shembull, kemi pas edhe dje një reagim të ish presidentit Ilir Meta, I cili nëpërmjet dokumentave ka dhënë disa fakte interesante se si ka si ka evolu kjo puna e çështjes detit dhe si ka përfunduar në Hag. Për shembull, në 2018 mos ta harrojmë, kryeministri nuk kishte marrë autorizimin nga ana e presidentit për të përfaqësuar Shqipërinë në këto diskutime. Mbas disa diskutimesh e disa zhvillimesh tjera, Ilir Meta si president e ka thirrë Edi Ramën për t'ia dhënë autorizimin, ndërkohë që duhet t'ia kishte kërkuar kryeministri autorizimin presidentit. Në këtë rast e ka thirrë presidenti. Edhe sipas Ilir Metës, të referohen pasi ai ka qenë presidenti I kohës në atë periudhë, sipas Ilir Metës, rreth 80% e marrëveshjes në aspektin teknik është arritur një marrëveshje. 20% e asaj marrëveshje ka qenë në aspektin politik, edhe këtu sipas Metës është tërhequr pala greke, edhe ka kërkuar që këtë 20% të marrëveshjes totale ta mbyllim në aspektin politik. Nga ai moment pasaj nuk kemi më asnjë lloj transparencë, asnjë lloj informacioni se çfarë po ndodh me marrëveshjen e detit nëpërmjet Shqipërisë dhe Greqisë. Po të vim sot pasaj që mos të bien përsëritje si në aspektin e Hagës e fuqisë. Ne dim lobi grek është I fuqishëm në Amerikë, jo më në Europë apo për këto institucionet ndërkombëtare. Kështu që për mua çështja e detit, marrëveshja e detit është një nga tradhtitë më të mëdha që Edi Rama po I bën drejt për drejt interesave të shqiptarëve. Unë dyshoj që ai ka interesa shtetërore apo interesa për shqiptarët në këtë lloj marrëveshje, ai është duke shfrytzuar totalisht politikisht për politikën e brendshme për qëndruar në pozicionin e kryeministrit, edhe rasti me Belerin për mua ka qenë një artific e krijuar totalisht me dieni të plotë të përmasave që do merrte ajo gjë. Kështu që Edi Rama më shumë me grekët unë mendoj se është duke bërë lojën e grekëve, edhe në këtë rast. Patriotizmi atje apo nacionalizmi I skajshëm që ai përdor her pas here në për këto gjëra për mua është thjesht strofulla e fundit e tij që përpiqet mbulojë interesat e tij personale. Edhe në pjesën e integrimit, Edi Rama nuk e ka dashur një integrimin e Shqipërisë, kështu që po t'i referojmë edhe raportit Tibarit apo edhe shtetet që kanë vendosur kushte, Greqia është një prej tyre te kjo pjesë. Edhe ajo I mshon pjesës së funksionimit të shtetit, së drejtës, respektimit minoriteteve që në fund fare secili shtet ka drejtën e vet pretendojë. Problemi jonë është që nëse ne si shtet arrijmë që t'i vjemi përballë pretendimeve të tyre, në këtë rast grekëve, dhe t'i tregojmë me fakte se si qëndron e vërteta, mund të jetë tjetër rezultat. Kështu që për mua marrëveshja e detit është thjesht një mbulim që Edi Rama po I bën interesave të Greqisë dhe as pak interesave të Shqipërisë. Okej, do të shkojmë në hapësirë publicitare, rikthehemi për pjesën e dytë të emisionit për me diskutu se deri tani folin për pretendimet greke, për varrezat e tyre në Shqipëri etj etj. Po pretendimet shqiptare ç'mund të jenë? Publicitet. Jemi rikthyer në studio të nderuar miq për pjesën e dytë të emisionit, të fokusuar te ajo pyetje që unë ngrita, Bled, pala shqiptare tani të shtrojmë disa problematika dhe nuk e di a jetë dakord apo jo. Pra, çështja çame, në rast se grekët kërkojnë varreza të ushtarëve grek këtu në Shqipëri, së pari duhet sqarojmë ç'ishin këta ushtarë dhe ç'luftë u bë në territorin tonë. Së dyti, është bërë subjekt filmash se si eshtrat e ushtarëve italian, eshtrat e shqiptarëve janë marrë dhe janë fut nga grekët si ushtar grek, madje ishte biznes në atë kohë. U bë dhe I film Ballkan Pazar me regjisor Edmond Budinën, në rast se ju kujtohet, shumë interesant film, në niveli shumë të lartë. Së treti, në rast se grekët e kanë seriozisht çështjen e ushtarëve të tyre,
pse nuk I marrin këta ushtar për mi varros Greqi afër familjarëve të vet, se I kryen dhe shërbimet. Po një herë në vit ata vinë në Shqipëri në një kompleks varrezash në Dragot, në Bularat, ç'a duhet bëjnë tjerë në Kosinë etj. Pra ky është momenti I parë, dha duhet ketë varreza shqiptare të Çamërisë në Greqi për reciprocitet po flasim gjithmonë. Dhe kam ndjek me vëmendje luftën midis Francës dhe Gjermanisë, dhe ata kishin bërë memorial të përbashkët varrezave. Në një vend caktuar memorial, domethënë ishte një plakat që këtu kanë ndjek disa ushtar, jo kompleks varrezash. Siç e kemi edhe në Korçë. Pyetja ime në këtë rast është e tillë. Ka një devizë të megaloides që aty ku janë varrezat është kufiri grek, që nuk I përket kohës tani, pasi 100 viteve. Çështja është që nuk ka, unë besoj që nuk ka një çështje, në radhë parë nuk ka një çështje simetrike. Çfarë do të thotë? Kërkesat që mund të ketë pala shqiptare nuk mund të krahasohen, nuk mund të simetri me pretendimet që mund të ketë pala greke. Pra, nëse kërkesa shqiptare është legjitime, pra flitet për një popullsi vendase, që është përngulur me forcë, me dhunë. Këton ka pasur, themi, një nga genocidet më të ashpër për një popullsi të izoluar, që Çamëria, nuk mund të themi të njëjtën gjë për edhe sikur të ishte, domethënë për një kalimtar, ushtar që kalon. Pra nuk flasim për individ që janë vendas. Në luftën dybotërore, ushtrit kanë pas mobilitete. Kanë pas lëvizje. Pra, si thua, kërkesa shqiptare, që duhet të ishte, është legjitime. Pra, flitet për vendas. Ndërsa kërkesat greke duket që kërkojnë të më shumë se sa përkujtimore, kërkojnë të ndërtojnë vende, si thuash, pelegrinazhi, dhe si thuash në aspektin, për ta kapur në aspektin antropologjik, këto vendet e pelegrinazhit identifikohen me subjektin pse shkojnë për pelegrinazh. Domethënë që vjen mas shumë kohësh pretendimi që kjo është toke jonë. Sepse kur ikin, shkojnë, domethënë në kalimin e viteve të tjerë, këto zona, varreza të tilla bëhen zona pelegrinazhi, pra bëhet një vend kur periodikisht grek shkojnë dhe domethënë e vizitojnë. Dhe kështu sedimentohen dhe historitë, si thash, të trilluara në për një brez tjetër mas 100 viteve, që nuk e kanë idenë fare se çka ka ndodhur. S'ka nevojë, janë si këto piketat, vendosen këto piketat kur u bë, domethënë 13 kolonitë e para në Amerikë ku vendosën, kishte shumë toka, mbasi vran këto indigjenët, indianët, I jepeshin tokat për vendosur flamurin. Këtu kemi bëjmë me një dhe këtu besoj që ka një. Neve nga ana tjetër besoj që s'bëjmë asgjë, domethënë minimumi duhet të kërkojmë heqjen e ligjit luftës. Jo për çështje, duhet të kuptojmë diçka. Ne jemi në kohën po jetojmë kohën e fantashkencës, AI, po flitet vetëm për AI, dhe akoma ekziston ligji I luftës midis dy vendeve që janë fshinj. Ka 1 milion e ca shqiptar që janë në Greqi. Ky do të ishte, sikur të kishte një agresion nga pala shqiptare, domethënë të çohesh në përmend, do ishte kalitrojes më I madh në njerëz, sepse kemi shqiptarët atje. Pra, për thelb shqiptarët s'ka asnjë lloj agresiviteti në Greqi. Pse duhet mbajt ligji I luftës? Po ligjin e luftës e mban Greqia vetë. Po pra, pikërisht, e mban Greqia ligjin e luftës, jo sepse mendon që shqiptarët do ketë ndonjë agresivitet ose përbën ndonjë rrezik, po thjesht dhe për faktin që ligji I luftës ndalon, si thuash, kërkesat për rikthim të pronave të shqiptarëve. Absolutisht. Kjo duhet të ketë një lloj transparence. Domethënë çfarë ju thatë cilat janë pretendimet. Më shumë se pretendime, unë mendoj që pala shqiptare do të jetë dinjitoze. Po si nuk do të jetë e varur. Nuk jemi, apo. Kjo është problematika. Si e shikon këtë moment çështjes çame, ndërkohë këta thonë drejtat e minoritetit. Ora atje janë vrarë njerëz, janë emra të shkruajtë te varrezat e Kloxherit,
ku e dim shumë mirë se çka genocidi është bërë, dhe mos mjaftojmë vetëm me çështjen Çame, por çështja shqiptare në përgjithësi, se është masakra Kosturit, jo domosdoshmërisht popullat Çame, se si janë dëbuar shqiptarët nga Greqia, ndërkohë etj. Pra, ne ku jemi këtu kemi Johannes Hahn nga Bashkimi Evropian, që ka thënë ekziston çështja Çame, një zërr shumë relevante në Bashkimin Evropian, dhe kemi Ramën që për herë të fundit e ka përmend çështjen Çame kur mori votat te Kongresi PDU-s, te Partia e Çamëve. Këtu në Shqipëri. Po pra, këtu në Shqipëri flas gjithmonë. Tani pse nuk shkon në Greqi, bën këto takimet me flamuj shqiptar, nuk përmend Çamërinë. Po. Këtu del hapur propaganda e tij në lidhje me çështjen kombëtare për sa i përket raportit me Greqinë. Greqia ka një strukturë shumë të madhe brenda Akademisë Shkencave të tyre që merret drejt për drejt me të gjithë pretendimet që ka ajo mbi historinë në raport me Shqipërinë. Në raport dhe me vende tjera, por me Shqipërinë në mënyrë të drejtë për drejtë. Ç'mendojnë ata për ne? Ata ç'mendojnë ata për ne? Ata kanë ngritur histori, kanë ngritur mite, kanë ngritur legjenda, siç janë rasti i Varrezave. Unë do të bëj një rast në Devol, ku është një nga këto varrezat që kanë ngritur ata, në vendin ku janë ngritur varrezat tash të quajtur greke, gjithmonë popullata e zonës i është referuar si varret e italianëve. Pra janë ushtarë italianë që kanë rënë luftë, të cilët nuk janë kërkuar më nga të afërmit e tyre sepse janë konsideruar të rënë luftë. E kupton, dhe nuk dihet se ku. Edhe ne kemi të afërm paraardhës tan, mua më kanë rënë paraardhës të mi në luftë në Turqi, më kanë rënë paraardhës të mi në luftë në Kosovë, dhe unë nuk ja di varret sot. Për të mos flasur për këta të periudhës komuniste, por është diçka tjetër. Nuk ja di varret sot. Pra është i njëjti rast, si ne nuk kemi kërkuar varret e të rënëve tanë për luftra jashtë pra kufive shqiptar, po, e njëjta gjë është dhe me këta varret italianëve. Dhe çfarë ndodh? Duke patur brenda Akademisë Shkencave njerëz të cilët studiojnë këto raste, grekët kanë ardhur dhe kanë pretenduar që këto janë varre greke, pra varret e grekërve. Për mos folur pastaj për pazaret edhe fatkeqësisht me popullatën shqiptare që kanë shit varret e gjyshëve. Kjo është histori e vërtetë, nuk po e them unë sot këtu për herë të parë, kanë thënë edhe tjerë më përpara. Kanë shitur varrezat e tyre gjithë fshati, kanë marrë para në këmbim për të thënë që këta janë varre të grekërve. Pra nuk janë varre shqiptare, janë varre të ushtarëve grek. Ne kemi sot, pse të lodhemi më tepër, të afërm njerëz që i njohim, që për të marrë një pasaport greke, pranojnë të pagzohen ose vaftisen me emrin Jorgo. E ka emrin Muharrem dhe vaftiset me emrin Jorgo, sepse greket specifikisht për shqiptarët kërkojnë që në rast se ky personi ka kaluar mbi 15 vite me dokumentacion të rregullt në Greqi dhe aplikon për një pasaport të shtetit helen, ai duhet me patjetër të pagzohet si grek, normalisht sipas riteve të tyre fetare, sepse Greqia, domethënë, është një shtet ortodoks dhe duhet marrë një emër nëpërmjet pagzimit për të marrë pasaportën greke. Dhe shqiptarët, ne si popull gjithmonë që kemi qenë nevojtar për këto gjëra, e kemi pranuar. Kemi njerëz që paguhen, marrin pensione drejt për drejt për deklaruar që janë grek. Pra, si pakicë është në sensin. Po pakicë e pretenduar, sepse ata kanë jetuar si shqiptar deri në vitet 90. Pastaj represioni grek, pra për të ndërtuar mitin dhe historinë e tyre, për të krijuar legjendën që kufiri i tyre vjen deri në shkumbin, ka çuar në gjithë të pasoja dhe gjithë këto ndërmarrjet tyre me gjithë këto që po ju them unë tani. Tani po të flasim për çështjen Çame. Ne kemi shqiptar të gjallë sot që jetojnë në Shqipëri, që kanë lindur dhe po të kalojnë kufirin me Greqinë, pra të shkojnë në zonën e Çamerisë, ata mund të identifikojnë akoma shtëpitë e tyre, thotë unë këtu kam lindur. Që ka lindur atje dhe si kanë marrë pronën. Po nuk i marrin pronat sepse Greqia ka ligjin e luftës me Shqipërinë. Prandaj nuk e shfuqizon. Që diskutoi 70, po, dhe që diskutoi. Pra, në momentin që ai heq ligjin e luftës, i lindë drejta çdo shqiptari të Çamerisë që jeton brenda territorit shqiptare, por kudo që tjetoj, shkoj dhe të kërkoj pronat e tyre. Dhe ato prona janë marrë, janë tjetërsuar dhe janë dhuruar shtetësve grek. Dhe në rastet më që janë lënë dhe të braktisura, por kjo është e vërteta. Dhe kemi politikanë shqiptar të cilët janë të blerë nga grekët për të mos patur pretendime, sepse ti u lën kthe, cilët janë pretendimet tona. Po ne nuk kemi pretendime sepse duke filluar nga Akademia e Shkencave dhe deri tek politikanët janë të blerë. Nuk flasin dot për çështjen Çame. E kanë treguar politikanët gjithë skakjerën politike shqiptare. Dhe kjo është fatkeqësi. Është fatkeqësi për ne. Po ti isha unë ato varresa ndjes për
sepse ata janë kotësi njerëzish, unë do t'i shkuljave skavator. Nuk ka varreza greke në Shqipëri. Nuk ka. Edhe në qoftë se ka, ata janë të identifikuar, kanë familjarë të tyre. Por varrezat themi të bëjmë memoriale ne, kjo është thjesht i propagandë greke. Jo, mes ekskavator, po t'isha unë, po i kanë bërë pra, po t'isha unë drejtues, pra pjesë e qeverisë shqiptare do t'i shrënjosja me ekskavator ato varreze, pse nuk janë të vërteta ato memoriale. O avokat, çështja çama. Problemi është që nëse kemi pretendime nga ana e palës greke, nuk mund t'i barazojmë me pretendimet që mund të ketë pala shqiptare për çështjen çame, se nuk ka barazim. Pra, mirë, ne s'kemi pretendime. Po pikërisht, tu është problemi që ne nuk e përmendim fare si çështje në diskutim, pra nuk e shtrojmë për diskutim dhe zgjidhjen e kësaj. Pse? Po kjo duket qartë që është ndikohet nga interesat e politikanëve të momentit, pra që para interesit kombëtar vënë interesin e vogël të zhvillimit tyre brenda territorit shqiptar për sa i përket mbajtjes së pozicioneve që kanë dhe përdorimit të këtyre minoriteteve në favor të tyre gjatë zgjedhjeve. Për sa i përket pjesës varrezave, ne shumë mirë kemi edhe një rast, sepse aty ka qenë vija frontit e luftës, gjatë luftës dytë botërore, ku është përballë Italia me Greqinë. Pse nuk e kemi këtë pretendim nga ana e Italisë për sa i përket ushtarëve të tyre që kanë rënë në të njëjtin vend? Pra, për mua kjo përbën nonsens total nga ana juridike për pretendime territoresh. Pra territoret tashmë janë këto që janë, nuk mund të pretendosh territori për ca varreza që historia i ka të dokumentuara që të rënët janë gjatë luftës dytë botërore. Me këtë standard duhet kemi ndryshim kufish në gjithë botën. Pra gjithë ku kanë dërguar ushtarë, në Gjermania mund pretendoj territorin në Rusi apo në Sjeltas, pra ku ka pas ushtarë të rënë gjatë kohës që ka ndodhur lufta e dytë botërore. Pra kjo anu nuk mendoj që ka një relevancë pjesa e pretendimit territorial me varreza. Kujdes, jo vetëm varreza, kompleks varrezash me kish greke brenda, që ti jemi qartë domethënë, se kjo është kompleks historie. Është gjë tjetër, ne duhet ta marrim në kontekstin të krijojnë kjo është dragot, kjo është, ne kemi qenë një realitet të pambështetur në baza historike dhe shkencore, pra duhet krijojnë një realitet paralel. Tani ky flamuri është pak çështje të delikate, nuk është ortodoksia greke. Se tani çdo gjë që lidhet dhe me pagëzimin ortodoks ose nuk është. Është një lloj, si thua, ndikimi që është përdorur nga, rrethet caktuara, po ortodoksia nuk është greke. Ortodoksia ka ardhur me absolutisht, jam dakord me Konstantin e Madh. Jam dakord. Jam dakord. Po pra po. Kush e ka potencuar deri tani, ha? Se jemi bim dakord për këtë tjetrën, domethënë. Kjo është një mënyrë se kisha këtu në Shqipëri ne dim shumë mirë se si drejtohet. Absolutisht. Po ky është debat tjetër, avokat. Flamuri Vorja e Pirit. Po kjo është një simbol absolutisht, dhe vetë Greqia nuk duhet ta lejojë aq tepër që del në fushat në Shqipëri. Kjo është shumë e rëndë pastaj, sepse i bie një lloj si të nxjerrësh flamuj të diktatorëve apo simbole të ndryshme që janë në vende të tjera ndaluara me ligj, për shembull. Nga ana ligjore kjo nuk lejohet. Patjetër që nuk lejohet, sepse kjo nxit urrëtie, nxit përplasje ndërmjet, ndërkohë që kemi minoritete që bashkëjetojnë dhe jetojnë në Shqipëri. Po kemi atë Konstantinos Kacifas që bëri atë aktin terrorist, nga këta janë, se këto i bëjnë lavash kurrë. Ekzistojnë enklava të caktuara në Shqipëri me këta njerëz, jemi realistë. Shteti kishte mundësi ta kapte atë, shteti shqiptar. Po. Kështu që skenari i asaj ndodhje komplekse, domethënë se kishte mundësi të shmange. Pra e gjithë kjo duke parë dhe aspiratat që kemi ne si dy vende, pra ne jemi antar të NATO-s, si mund të kenë dy vende të NATO-s ligjin e luftës dhe kjo të përdoret si justifikim për çështjen e pronave. Tani drejta pronës është një drejtë që nuk vdes, nuk shuhet kurrë dhe e trashëgueshme. Pra nëse do vi një moment i caktuar, pretendimet që kanë persona të caktuar që kanë jetuar në ato vende do t'i ngrenë pretendimet e tyre për pronat e tyre. Pra nuk munden ata në mënyrë artificiale ta ndalojnë këtë gjë. Thënë këtë e lidh edhe me pjesën tjetër që gjithë kjo përpjekje e këtyre grupimeve, do të thosha, për të realizuar këto
momente dhe t'i fiksojnë pra siç janë varrezat apo këto incidentet, mendoj që këto nga pala shqiptare duhet shtrohen si probleme dhe duhet ngrihen si pretendime në takimet që bëhen, prandaj duhet të jenë më transparente dhe të sqarohet pozicioni i qeverisë greke në lidhje me këto pika. Pra, nëse ti kërkon diçka në territorin shqiptar, atëherë edhe ne kemi shumë të drejtë kërkojmë në territorin grek, duke qenë se kemi pas banorë që kanë qenë banorë të asaj zone, pra nuk janë persona që kanë ardhur për të luftuar ose kanë shkuar aty si ushtar. Po tekstet greke i përcaktojnë këta njerëz si kolaboracionistë me nazistët. Popullatën martire çame thonë që këta kanë kryer krime lufte. Pra, do bëjmë marrëveshje edhe për tekstet shkollore? Pikërisht pra kjo është në kompleks, lidhet e gjitha, pra kur ulesh në tavolinë e bisedimit duhet i marrësh ti analizosh gjitha këto. Pikërisht kjo tregon që nuk janë vonë thoshin varrezat e grekëve. Kjo tregon seriozitetin e qeverisë tonë lidhje me marrëdhënien. Një pyetje tani, janë 300 shqiptarë që janë vrarë në Greqi nga gardianët e burgut grek, policia greke dhe ushtria. 300 shqiptarë me emër dhe me mbiemër, është bërë libër për këtë gjë. Një nga ngjarjet e kam dokumentuar, kam bërë dokumentar. Për Plumar Nikolaj në 2016 se si e vranë e pren, e hodhën pastaj e vranë polici, nanopatisje. Dhe pastaj sanksionet ndaj meje, nuk kjo është histori tjetër. Pra, kjo çështje duhet adresu sepse ai zotnia nga Lezhë ka qenë 2016 që do të kaloj proceset gjyqësore në Greqi dhe nuk ka proces fare, pra ka 10 vjet se do të shkojnë në Strasburg, do me fitu çështjen në Strasburg. Dhe nuk ka. Po si Mar Nikolaj ke Ilia Kareli, po si Ilia Kareli ke Gramos Palushin, apo jo, ke shumë shqiptar tjerë, Flamur Pisli, që ishte skandal tjetër që ka ndodhur këtu etj etj. Po përmend sa emra aty te Flamur Pisli është i qartë duket se si funksionon shteti shqiptar në shërbim të kërkesave greke, sepse atë Flamur Pislin e vran me kërkesë të grekëve. E vran brenda territorit shqiptar se mund ta vrisin dhe atje. Tani Gramos Palushi u vra pas fitores Shqipërisë në 2004, ndoshta s'ka lidhje drejt për drejt, po unë e kisha për 300 shqiptarë të vrarë nga ushtria, policia, gardianët e burgut. A është edhe kjo një nga çështjet për t'u adresu pa i heq? Pra vazhdoja ku e diskutuam, po thjesht pyetje. Nisi një pyetje në fillim në sensin se si ka mundësi që ata na akuzojnë ne për drejtat e minoritetit, për shembull që ne jemi dhunues drejtave të komuniteteve në Shqipëri. Te kjo pjesë duhet ta nisja, po ta shohim pak në rajon, në aspektin e rajonit, Greqia, politika e jashtme e Greqisë, prandaj të thash në fillim që e kanë përcaktuar qartë se ku hesin. Ata ndikojnë edhe në Shqipëri, ndikojnë edhe në Maqedoni. Në Maqedonisë Veriut i ndryshuan dhe emrin, që bën Maqedonia Veriut. Kështu që është shumë i fortë në aspektin e undergroundit, sepse lëviz shumë bukur edhe i lë shtetet e tjera si ne në këtë rast, në nëzirë ne sikur jemi ne agresorët, apo sikur jemi, ndërkohë që ne jemi më të këputurit, po të marrin në zhargon, në aspektin. Falë, ti ke rastin... është i shtet që bëhet nga gjysma janë shqiptarë, arvanitës. Ti ke rastin e Peshkëpis. Masakra Peshkëpis. Po, cënimi territorial i Shqipërisë ka fut grup terrorist si në Bajs. Grup terrorist për sulmu në partin në Kjo punë, domethënë ne mund të diskutojmë sa dum këtu, po në të vërtetë kjo nuk është as me diskutim, po kjo është me punë në terren, edhe ata kanë funksionuar në terren prej shekujsh, po të themi, apo prej vitesh, edhe konjunkturat e tyre me influencat e tyre, ata ndikojnë edhe në politikë, edhe në partitë politike shqiptare, i kanë rënë të thella grekët në Shqipëri. Kështu që ata e kanë akaparu për mendimin tim këtë pjesën, ata nuk kanë asnjë lloj problemi nga Shqipëria për mendimin, nuk shohin asnjë lloj rreziku, asnjë lloj problemi, por atyre duhet kjo gjë për ta mbajt, për ta ngritë si tezë, më shumë për të mbuluar gjithë veprimtarinë e tyre që kanë në plan për të realizuar qoftë si shtet. Për të kthyr te rasti juaj, tek rasti 300 të rinjve, unë mbaj mend dokumentarin që ju keni bërë atëherë, t'ju përgëzoj, ka qenë një nga punët më të sakta dhe më konkrete, ku tregohet se si funksionon shteti për të kamufluar apo për të mbyllur një vrasje, dhe ku kemi të bëjmë një vrasje, sidomos një vrasje të riu, i cili unë me sa mbaj mend ai ka qenë ditën e fundit që ka pas detyrimin e paraqitjes, edhe nuk ka dalë më aty nga i komisariat. Kështu që në aspektin human dhe njerëzor të merr më të madh se kjo nuk ka. Dhe duhet kujtoj me që u kthyem
ja ati ka kërku këti djali që mos ta zbatonte vendimin, edhe djali ka kërku që ta mbyllte paraqitej sepse donte që t'ishte i pastër për jetën e tij. Pra, domethënë, edhe dinjiteti këtu apo pjesa e krenarisë shqiptare ka ardhur me kosto gjithmonë për individ tillë. Tani do të bëj pyetje Ardit, se je gazetar i vëmendshëm dhe ndjek lajmin. Tani ne çështja Çame, e cila nuk ka një zë tani, ne ram dakord këtu, domethënë. Patjetër. Është fik fare. Tani në pamjet parë duket e pamundur. Siç ishte edhe çështja e Kosovës para 100 viteve, pra që u morën nga Serbia etj, por në një realitet dytë kemi Kosovë pavarur. Beson realisht që çështja Çame mund marrë drejtim të caktuar në një moment, nuk e di, jo nga ne, se nuk e bëm ne Kosovën, e bën amerikanët. Pra, mund ma trajtosh pak si e shikon perspektivë këtë çështje? Në perspektivë çështja Çame, ai është një realitet që sado grekët mos ta pranojnë, ndoshta për momentin apo sado dhe pala shqiptare nuk e merr përsipër që ta ngrej si çështje, ai është një realitet që nuk ka nevojë të bërtaset sepse është aty. Vlera totale, domethënë ajo lloj zone e Çamërisë ka një vlerë ekonomike shumë të lartë. Patjetër. Kështu që plazhet më të bukura në Greqi. Kështu që grekët e dinë mirë se çka kanë marrë aty. Unë di një gjë tjetër faktikisht, në momentin që ka pasur i lindje të emigrantëve nga Siria dhe nga pjesa e lindjes mesme, Greqia dihet që është një port hyrëse e emigrantëve në Europë, di që një pjesë e këtyre janë sugjeruar që të vendosen edhe në për këto territore të Çamërisë, në pjesën veriore të Greqisë në këtë rast. Pra, grekët e shfrytëzojnë gjatë gjithë kohës atë, e dinë si ta shfrytëzojnë gjatë gjithë kohës territorin, pasurinë. Unë do doja shumë që këtu thlitet për ligjin e luftës e mban peng këtë gjë, po nuk më duket se është vetëm thjesht ligji i luftës, tu nuk ka vullnet në aspektin. Edhe Çamët vetë nga njëra anë duket se nuk janë shumë të bashkuar te kjo pjesë. Domethënë edhe ata ka funksionuar si duket aty lobi grek i ka përçarë edhe ata, kështu që nuk ka një lloj uniteti edhe brenda tyre. Shumë mirë do ishte që Çamëria ndoshta e pavarur jo, por që shqiptarët e Çamërisë të shkonin në trojet e tyre, të kishin akses në pronat e tyre, të kishin drejtat e tyre, pse jo dhe të ktheheshin masë të jetonin atje, nuk e di. Do ishte një realitet shumë i tani thjeshtë. ke ky moment si e shikon Çamërinë, domethënë, se këtu është herezi mediat shqiptare me fol për çështjen Çame. Pra ne mos jemi të bëni gabim ne tani, sinqerisht domethënë. Jo, s'kam gjuhën domethënë që trajtohet çështja Çame me seriozitet. Nuk trajtohet, Po pse si ka shumë filtra. Ka filtra që unë besoj kalojnë domethënë shumë dimensione, në dimensione akademike, gazetareske, Po a kemi kulturore. Akademinë e Shkencave ne? Po pra, pikërisht, domethënë ka filtra që nuk i pompojnë një të vërtetë. Kupton? Unë doja ta thoj edhe parë për çështjet e shqiptarëve. Kemi Italinë, domethënë në Itali pakicat shqiptare kanë drejtën e gjuhës. Arbëreshe e tjerë, këtu e 500 vjet më parë. Por e kam lexuar në fshatrat atje, domethënë në tabela të gjitha, e kupton, më të mëdha se italisht. Pikërisht. Ndërsa në Greqi, ku arvanitët kanë qenë dhe një element, nga elementet kryesor në shtetëformimin grek, si në ushtarak të lartë. Pra ti po thuaj që shqiptarët kanë bërë shtetin grek apo jo? Absolutisht, kjo është histori. Kjo është histori. E pranuar edhe nga vetë grekët. Marko Boçari, domethënë Suljot, kjo dihet historikisht, nuk është se tani nuk e di të paktën deri ku ka mazhurnuar unë, domethënë me shkrimet e pranoj, nuk e di nëse ka pasur një modifikim tani e tutje. Po pat modifikim në inteligjencë artificiale, historia është histori. Kemi dhe miliona shqiptarë të tjerë të emigruar në Turqi, Po. Do të kemi parasysh dhe këtë. Pra, si thua, këto janë si thua trungjet më të mëdha të instaluar të shqiptarëve në Greqi dhe në Turqi. Dhe në Turqi, pikërisht. Pra, si thua, flitet Turqi flitet për 5 milion, tani duket sikur i thrasim anti-Greqisë dhe po kërkojmë. Çështja është që duhet të jetë në thelb të një kulture dhe darse.
Një kulturë e patri që mungon në të gjitha dimensionet, sepse në qoftë se do të ekzistonte, do kërkonin për shqiptarët në Greqi, në shqiptarët në Turqi, domethënë të njiheshin, krijoheshin disa komunitete, disa baza, disa shkolla etj. Kjo të bësh në paqe. Por kjo nuk duket që është në agjendën e askujt. Pra nuk kemi që neve qarqet shtetërore, domethënë janë gjithmonë këto diskutime, se po të shohim Komiteti Shqiptar në Greqi është goxha integruar për shumë vitesh tashmë, pra kanë kriju familje, biznese, janë integruar në për administrat, kanë kandidu, domethënë është një integrim shumë natyral. Është një realitet tjetër, në realiteti faktik. Kemi njerëz në Greqi kanë marrëdhënie të mira me grekët vetë, domethënë me pjesë, por kur vjen ka nevojë ta pompojmë sepse e dim, ne kur vjen çështja pastaj të çështjes institucionalisht pastaj ndryshon. Shqiptarët janë faktor kyç edhe në ekonomi, ata se do mbaj njëjti qëndrim për shqiptarët, siç mbaj institucional. Atëherë duhet të largoheshin nga këto komunitete, mos pranoheshin në Greqi për gjithë këtyre 36 viteve, që ata janë integruar shumë mirë. Pra, këtu është ai paradoksi i madh. Pra kur ti një komunitet caktuar e mirë pranon dhe të intereson që ai komunitet jetë i pranishëm aty, se nuk ndodh të integron totalisht. Nuk ndodh kjo me komitetet e tjera, me sa di unë, domethënë të ardhurit e tjera nga vende të tjera, siç janë ato të Afrikës, në të shumtën e rasteve nxirren nga territori grek për të dërguar në vende të tjera të Bashkimit Evropian, por për shqiptarët Shqipëria fillim mbajnë në fshesat e viteve 90, domethënë ishin shqiptarë. Ka pas një kontekst tjetër, por për gjithë këtyre viteve, domethënë shqiptarët janë goxha faktor në Greqi dhe kjo duhet të reflektuar edhe në marrëdhëniet midis dy shteteve, sepse është realitet që nuk mund të fshihet. Okej, do shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi për pjesën e tretë të emisionit vetëm pas pak. Sa herë që Shqipëria ka një rrugtim drejt NATO-s, drejt negociatave, heqjes vizave, Bashkimit Evropian, aty ndodhet dhe Greqia. Por tani pjesën e tretë do ta ndrojmë temën, por edhe lidhet me njëra tjetrën, sepse është integrimi i Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, një turravrap i madh. Kemi një moment tani që zoti Rama, kryeministri i Shqipërisë, thotë do ta çojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ka përmbytur dhe pasaportën europiane. Është një moment është e treta herë që domthonë paktën unë personalisht e përsëris që Shqipëria do të futet në Bashkimin Evropian, do të futet siç janë futur vende të tjera, Bullgaria, ku futën Bullgaria, Rumania, që futën si thua thonjza me mik, sepse nuk i kishin bërë detyrat e shtëpisë, domethënë ato parametrat makroekonomik nuk i kishin ashtu siç duhet, etj. Pra, çështja është kjo. Përtej faktit futet nuk futet Shqipëria. Unë shikoj problematike një narrativ që krijohet edhe në ambientin politik shqiptar. Dhe narrativa që krijohet është u futëm Shqipëri, fitore madhe dhe zotësi e dikujt, ose e kundërta, nuk po futemi se është pafsi në Europë. Po pra, në Europë. Okej, se the u futëm në Shqipëri, prandaj. Në falë, në Bashkimin Evropian, pra, nëse futemi nëse nuk futemi narrativa politike këtu thotë që nuk po futemi sepse është pafsi e kryeministrit e tjerë. Pra, momenti që na fusin me mik, kryeministri shumë mirë do të thotë që ja, pat sa i Zoti jam, ju futat gjithë në Evropë. Pra nuk duhet, besoj që nuk duhet ndërtuar kështu. Pra duhet ndërtuar për të parë në detajet cilat janë benefitet e shqiptarëve një herë që janë në Bashkimin Evropian. I plotësojmë, nuk i plotësojmë standardet. Unë di që ti je euroskeptik, e di shumë mirë se e ke shpreh domethënë vazhdimisht. Po pra, po kjo lidhet edhe me faktin. Të shkojmë neve në Europë me Ramën apo kjo është pyetja. Se ky do Ka dundin, shkurtër. Po tani ajo varet nga lidhjet e ngushta, Ulon. Nuk unë shikoj kështu, të kemi sinqert. Mirë, do Rama që të futet në Europë. Varet nga lidhjet e ngushta që do. Sardin Zelili thotë që Rama nuk do të futet në Europë, me veprimet dhe mosveprimet e vet. Futja në Bashkimin Evropian, aspektin institucional pastaj ka të ngushton, të limiton, të kufizon, domethënë, dhe kjo normalisht nuk ka. Por
Rama deri në 2030 ka thënë që do të qëndroj. Po. A kupton, kështu që Pra do mandat në 5 që praktikisht. më qoftë se futet tani këto mandatet e tjera bën atë dalin, është mandati i amortizimit që fillon edhe bën dalin. Daljen nga Bashkimi Evropian. Dalin nga politika. Hyn në Bashkimin Ardi, Evropian të për të pyes dalë pak, për të amortizuar dalin nga politika. Ti je njëri që e ke thonë publikisht që ky njeri nuk do të futet në Bashkimin Evropian. Patjetër. Ndërkohë ai po shkon pra në Bashkimin Evropian ishte. Apo Po. Po shkon me avion apo? Po bra. Që tani po të analizojmë pak situatën e fundit, se flasim për integrimin, flasim për negociata, dim që deri tani Edi Rama negociatat i hapja 4-5 herë me shampanje, me festa, po në realitet nuk i kishim hap të negociata. Këto fazat, etapat e integrimit me Ramën janë aq shumë janë zgjatur, stërzgjatur në kohë, saqë bindja ime te kjo pjesë është që ky zotëri nuk e ka dash integrimin e Shqipërisë, qoftë edhe me plotësimin e kushteve apo kritereve që Bashkimi Evropian i ka kërkuar. Duke u nisur edhe nga situatat e fundit, ka qenë në muajin shkurt që duhet ishte miratuar raporti i BAR, që është ky raport i ndërmjetëm për vazhdimin e mbylljes së kapitujve, grup kapitujve, por që këtu propaganda e qeverisë është shumë e fortë, me thënë drejtën, edhe amortizoj këtë efektin e bllokimit apo efektin e kritereve që i vendosi Bashkimi Evropian Edi Ramës. Po ta shikojmë në këtë raportin i BAR të miratuar së fundmi, kemi edhe rezolutën e votuar në parlament edhe me ndihmën e opozitës, ndihmë thonjza sepse kemi të bëjmë me integrimin evropian dhe për Partinë Demokratike Opozitën, integrimi i Shqipërisë është shumë thelbësor, është një nga pikat e programit të saj. Patjetër. Unë tani duhet ta lidh çik më gjërë këtë punë, të hym pak në gjë politik. Jo, patjetër. Duke qenë se kishim vizitën e Donald Trumpit në Kinë, edhe ai takim edhe për mediat më prestigjioze të botës ka qenë një takim i taposur, themi që pa shumë informacion se çka ka ndodhur, është shumë teza kanë qarkulluar. Unë duhet ta shoh pak që Europën dhe pjesën tjetër të botës i ka pak paniku në këtë moment, duke mos ditur se çka është diskutuar dhe çfarë ka ndodhur aty, siç është shpreha e famshme që kur nuk jam në tavolinë i bie tim në menu. Kështu që edhe shumë... Jo, si ishte kjo, na e shpjego pak këtë, se është interesante kjo shprehje. Shprehje që menu do më thënë qa do më thënë menu? Menu, varet se si do ndahet, si është ndarë influenca botërore. Por ne ku jemi në të? Tani ne në këtë moment unë gjykoj që Europa do me na marrë në këtë moment, do të na fusi brenda saj. Më ndodh që ne të jemi pjesë, sepse edhe gjeografikisht ne jemi pjesë e Europës, qoftë edhe nga aspekti mental apo edhe dëshira. Shqiptarët janë pro-europian në gjitha aspektet, kështu që unë e shoh këtë pjesë edhe si propagandë më shumë, ky pranimi i barit edhe hapja e mbylljes grup kapitujve që është e themelore. Ky kapitujt e themeloreve nuk janë kohët edhe themelore, nuk quhen kohët themelore, sepse aty kemi të bëjmë me zbatimin e ligjit, të drejtën e shtetit së drejtës, demokracia, drejtat e njeriut, korrupsioni është futur aty. Kemi ne këto, domethënë, apo? Jo, unë këtë e shoh sepse këto janë kushtet që ju vendosën, ju shtuan për korrupsionin. Kemi rastin Balluku, raport që nuk është me emër në këtë rast, po që korrupsioni dhe imuniteti, vetëm çështja që është diskutuar dhe është bërë problem ka qenë e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Po. Pra për mendimin tim, ky lloj situate tani opozita ka luajtur rolin e saj për të marrë frenat. Për mendimin tim, Edi Rama nuk do jetë Edi Rama nuk e mbyll dot të kapitull, grup kapitujt me Bashkimin Evropian. Do më thënë ti thu që nuk do jetë kryeministër. Nuk do jetë kryeministër Edi Rama për shumë arsye që lidhen edhe me integrimin, por edhe me aferat ku Edi Rama është i përfshirë drejt për drejt. Kështu që nuk e shoh, më shumë e shoh si shpresë për shqiptarët që Europa i ka hap dyert shqiptarëve, jo qeverisë Edi Ramës. Qartë. Pra, mund të kemi edhe hyrjen e Shqipërisë, po edhe pa Edi Ramën, po thotë. Për mua, Shqipëria në Europë hyn në momentin që nuk do ketë me Edi Ramën kryeministër. Avokat
Unë duhet ta ngrej një pyetje, domethënë shqiptarët po e presin antarësimin në Bashkimin Evropian, po e përballojnë dot shqiptarët antarësimin në Bashkimin Evropian me një kryeministër si Edi Rama? Pra, a e përballojnë dot shqiptarët Edi Ramën si një kryeministër të një vendi të antarësuar në Bashkimin Evropian? Çfarë duhet të them me këtë? U provua, domethënë me fondet i parë besoj, që fondet që vinë nga Bashkimi Evropian u provua se si menaxhoheshin dhe shpërndaheshin në Republikën e Shqipërisë. Pra, ngati shqiptarët përballojnë një shpërndarje prapë të tillë të fondeve që do vinë, sepse kush është qëllimi në vetvete, se ne jemi fiksuar me antarësimin, por qëllimi është që të rritet mirëqenia e qytetarëve që bëhen pjesë e Bashkimit Evropian, pra të ndikojë drejt për drejt në jetën e përditshme. A janë qytetarët në këtë moment që po flasim në një stad më të mirë mirëqenie se ç'ishin, dhe a janë ata të ndërgjegjshëm për fazën ku ndodhemi, pavarësisht nëse ne integrohemi apo jo në Bashkimin Evropian, sepse gjithë duam integrimin në Bashkimin Evropian, absolutisht, por Bashkimi Evropian në frym ka disa standarde që duhen respektuar, siç u përmendën zbatimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit. A ndihen shqiptarët që këto standarde janë përmbushur? Pra kjo është pyetje drejt për drejt, nuk ka nevojë të argumentojnë. Pra çdo njeri në jetën e përditshme a ndihet me një standard tjetër më të lartë në shëndetësi, në arsim, në marrjen e drejtësisë, që janë disa shtylla kryesore që ndikojnë në ecurinë dhe shtetformimit të një shteti, duke qenë se po shkojmë në një strukturë që këto faza merren të mirëqenia të plotësuara kur ti antarësohesh, por për shkak konjunkturave tjera ne kemi pas raste ku antarësimi ka ardhur si rezultati disa faktorëve që nuk lidhen me zbatimin pikërisht, por prandaj unë e lidha me individin. Pra, pavarësisht se ti mund të antarësohesh, ti mund të antarësohesh në Bashkimin Evropian, po a keti si individ standardin e një qytetari të Bashkimit Evropian duke pasur Edi Ramën apo këtë qeveri që administron fondet e Bashkimit Evropian? Për një palë të ndërpres avokati Edi Rama i bën të reklam 29 milion eurove të marra së fundmi nga Bashkimi Evropian si arritje e madhe. Ku janë? Po pra, pikërisht kjo është ideja. E para nuk e dim ku janë, po e dyta Edi Rama duke folë për 29 milion euro të marrë nga Bashkimi Evropian, ku mbi 50 milion euro i ka ishte të tuneli. Grabitura vetëm me dorë të tunelit. Kjo është ideja, pra ne ngrita pyetjen, a gati shqiptarët të përballojnë Edi Ramën si kryeministër duke administruar fonde më të mëdha në Bashkimin Evropian? Dëgjova një tezë një ditë që lidhej me antarësimin e Bashkimin Evropian, do t'i japi më shumë mundësi punësimi të qytetarëve shqiptarë. Po ne po e shohim sot që qytetarët shqiptarë që janë krah pune tashmë kanë emigruar. Pra nëse këta kanë ndërmend që nëpërmjet integrimit në Bashkimin Evropian të përzën thonjza dhe këta pak njerëz që kanë ngelur, atëherë okay, që kemi në një plan të mirëfill që shfrytëzimi i antarësimit në Bashkimin Evropian lidhet me zbrazjen e kapitullimin dhe të vazhdojnë menaxhimin e qetë të çdo resursi që ka ky. Ky është thelbi, besoj. Kjo që thënë. Unë kështu e mendoj dhe këtë argumente dëgjova të elaboruar nga eksponent të qeverisë, domethënë që Bashkimi Evropian do na hapi rrugën treg pune. Ndërkohë që ne jemi koshient që krahu punës tashmë ka emigruar, pra këtu në Shqipëri kanë ngel vetëm. Po marrim tjerë. Po s'është problem. Pra, unë nuk e kuptoj çfarë. 301 vende shumë që Tirana. Tani, dëgjoj rëndom që ne do të antarësojmë Bashkimin Evropian, sepse edhe nëse ne nuk i përmbushim kushtet, do të jetë si rasti i Rumanisë apo i Bullgarisë. Por ne pam që Rumania dhe Bullgaria u antarësuan në Bashkimin Evropian, por nuk u bën kurrë Europë. Po të shkosh sot në Rumani dhe në Bullgari, ke një infrastrukturë të shkatërruar në kryeqytet, në Sofje, ku duash ti, në rrethina, në rajone. Pra, a është ky qëllimi i bashkimit i shqiptarëve për Bashkimin Evropian? Pra, të futemi atje, t'ikim, siç po e thoshte edhe avokati, t'ikim, ta shkatërrojmë këtë vend dhe s'ka problem, thjesht jetë Bashkimi Evropian që ta përdori Edi Rama që ju futa në Bashkimin Evropian, unë ju, hajdeni ju pensionistat që keni mbetur, m'jepni mu votën sepse ju është rrit pensioni. Që as kjo gjë nuk do ndodhi, se nuk ndodhi as në Rumani dhe as në Bullgari. Problemi është që ne duhet jemi më shumë patriot se sa Euroatlantik, në kuptimin që hajde të futemi të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian. Problemi është si të rregullojmë këtë vendin dhe në qoftë se për të rregulluar këtë vendin, për ta populluar edhe një herë, sepse ne këtu jemi shpopulluar, për t'i nxitur çiftet e reja të bëjnë fëmijë, asnjë politikë sociale, s'ka politika sociale. Pra,
dhe që po thoja, për të rregulluar këtë vendin, për ta bërë këtë vend, për ta bërë këtë shtet, për ta bërë kombin shqiptar pra, dhe Shqipërinë ne duhet bashkohemi edhe me Bashkimin Afrikan nëse është e nevojshme, nëse bëhet Shqipëria. Pra, nëse bëhet Shqipëria, le të bashkohemi me Bashkimin Evropian. Por ato çka na thotë Edi Rama, hajde bashkohemi me Bashkimin Evropian, ne do bashkohemi 2027-ën, 2030-ën. S'ka lidhje, ne po shkojmë drejt një katastrofe. Po s'e dia sepse ai thotë që burri apo gruaja e Edi Rama. Pikërisht pra, sepse ai thotë, hajde futim Bashkimin Evropian dhe martohemi burr me burr. E kuptoj. Tani ideja nuk është kjo, ideja është ta bëjmë këtë vend. Dhe në këtë lloj forme unë nuk e dua Bashkimin Evropian. Hajde të bashkohemi në Bashkimin Evropian sepse edhe Rumania dhe Bullgaria janë bashkuar pa plotësuar kushtet, pa plotësuar kriteret, pa arritur standardet europiane. Unë dua që këto kërkesat, trysnia e presioni Bashkimit Evropian për reforma të vazhdojë, mos futemi kurrë Bashkim Evropian, të vazhdojë ky presion që Shqipërisë të rriten standardet, të rriten rrogat, të rriten pensionet, që të shkojmë drejt Bashkimit Evropian, por kur të arrijmë standardet e tyre, pra unë e dua kështu. Bashkimi Evropian që ushtron presion mbi qeveritë shqiptare për të rritur standardin, pastaj për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Se kjo pjesa e themeloreve, pikërisht kur flasim për drejtësinë, për drejtat e njerëzit, për demokracinë, duhet të them që këto janë shinat, edhe është traseja ku duhet të jesi i shtetit, dhe nuk janë më kod ato të parat, është grupi i parë i kapitujve që ti duhet plotësosh për të vazhduar më te pasaj siç janë mjedisja, apo ushqimi, apo social. Dakor, po ekziston kjo narrativa që edhe pse këto nuk janë plotësuar, sepse nuk u plotësuan edhe në rastin e Bullgari-Rumani. Atëherë nuk e di. Unë duhet jem Kroacia në këtë rast, nuk duhet jem as Rumania as Bullgaria. Jam shumë dakord me ty. Duhet jem Slovenia. Standardi është shumë i rëndësishëm. Do të futen. Çështja është edhe në aspektin. Ne si shqiptar duhet të kërkojmë standardin kroat. Në aspektin gjeopolitik, Marek Glen, Shqipëria në aspektin gjeopolitik, për mendimin tim unë duhet që Shqipëria të futet në BE. Sepse kjo rrugë edhe kjo derë që është hapur këtë radhë, për mua duhet shfrytëzuar maksimalisht. Qoftë ky në këtë rast edhe Edi Rama që është aty, qoftë se ky zotëria ka vullnetin e mirë për të vazhduar, por për mendimin tim është e pamundur që Edi Rama të realizojë këtë gjëra, po që po ta marrë a priori që qoftë se ky ka interesin e tij për që ta futi Shqipërinë, ta ndërtojë Shqipërinë BE, po të vazhdojë dhe ti bëj këto detyra që ja kanë ngarkuar këta ndërkombëtarët. Se mos harrojmë kemi Gjermaninë dhe Hollandën dje që ja kanë ngrirë buzëqeshjen edhe nuk e kanë lënë Edi Ramën. Ka disa kohë që po janë ngrirë buzëqeshjen. Mos ta Dhe po mos ta besoj këtë ëndrrën e bukur për antarësim pa kushte të plota, sepse kjo ata i hoqën dhe mundësinë e asaj propagandës, sepse propaganda e tij brenda për politikën e brendshme është shumë e fortë, sepse ai jashtë nuk ka asnjë lloj kredoje më politike, sepse nuk po pritet më nga askush në aspektin e shteteve dhe liderëve të shteteve evropiane. Unë prirëm shumë që të besoj. Në shoh si Shqipëri. Të besoj. Ne na duhet që Shqipëria në një moment caktuar duhet të jetë një me perëndimin, domethënë. Absolutisht. Gjithsej kohë në fakti që të jesh, fakt i euroskepticizmi nuk është një nuk e kam në aspektin euroskeptik. Nuk është një tezë orientale ose një tezë është absolutisht brenda të djathave, zakonisht të djathave evropiane. Shikot ndëruar. Po, këto janë brenda. E kishim të djathën e Orbani që ishte euroskeptik, që ishte brenda Bashkimit Evropian. Futemi një brenda edhe pastaj sigurisht. Unë mendoj të dalin disa, tek pjesa e rrugtimit tonë. Ka shumë probleme që lidhen me faktorë ndryshëm, ka mos ta harrojmë edhe interesin e partnerit tonë strategjik më të madh Shëbaja ka kryer punë me Shqipërinë. Në kuptimin që ajo Shëbaja mbështet Shqipërinë në integrimin evropian. Po pra, ka kryer punë këtë pjesë. Shiko, procesi më i rëndësishëm historik i shtetit shqiptar ka qenë antarësimi në NATO. Tu ti ke dhënë vokacionin tënd pro perëndimor, pro kulturës perëndimore, pro demokracisë. Dhe pjesa e integrimit në një hapësirë ekonomike siç është Bashkimi Evropian, për mendimin tim, është shumë e rëndësishme, por është shumë hapa pas NATO-s, pas antarësimit NATO. Ta thash dhe një herë, unë në momentin kur të jem pjesa asaj hapësire strategjike të madhe siç është Bashkimi Evropian, dua që të kem arritur të jem i barabartë me konsumatorin gjerman.
Nuk du t'jem unë më i varfër. Ndoshta Nuk në mundu- Gjermanin s'ka vend. Tani unë jam pjesë e Bashkimit Evropian, pse duhet shkoj të kërkoj punë në Gjermani? Nëse unë jam shtet i Bashkimit Evropian dhe i Kjo hapësirës diskutu deri tani. dhe i hapësirës Zvicra nuk është Sepse jemi në fund, jemi në fund se Po, duhet të pikërisht, kushtoj që po, të ndjekim dhe insert. Gjermanët nuk është migrojnë është në lindor, Zvicër oriental. për punë. Ju Dhe falenderoj pasurit që nuk jemi më ishit me mua sot. Përpara se ta mbyll, do doja që me bashkë me publikun të ndiqnim në moment. Kemi të bëjmë me një rrugë shumë interesante në Kruj. Kruja historike, Kruja e Skënderbeut, Kruja për cilën këta na thonë që është qytet turistik, këta na thonë që është qytet, domethënë, i jashtëzakonshëm. Në fakt ai është, por emisioni i fundit për Krujën në televizion ka dalë 2020, në vitin e pandemisë dhe Se na çudita ulën po Bëhet- thonë kur e kam pa për herë të fundit Krujën në televizor. promovohet vetëm Gjirokastra dhe Berati. Tani jemi në zemër të Krujës, do ndjekim një moment. Në 250 metra rrugë që un kam përshkruar janë 11 gropa. Në 250 metra kam E kam zgjedh parë zonën e denoncimin stadiumit. Pra, tuaj, nëse ky është stadiumi, kam qenë këtu në mes stadiumit Skënderbeut. dhe kam dalë deri këtu. Pra, i kam rënë rreth e qark. Më ka filmu kamera, kam bërë me xhiro të shpejta dhe janë 11 gropa, ndërkohë është e gjithë rruga me gropa, 11 kilometra nga Fushkruja deri në Kruj, por të paktën 250 metra 11 gropa. Dhe stadiumi vetë që në 2016, para 10 vitesh, nga FIFA shpallet si një nga stadiumet më të bukura në botë. Pra, postimi FIFA, se keni të faqja FIFA-s para 10 vitesh, thonë të luash futboll në Kruj është një nga pamjet më prallore në botë. Tani është një vend ku hidhen qenë të rrugës, huaj dhe inertët. Pra, do ta ndjekim të material tani, shohim se çka ka ndodhur me Krujën, që ka qenë kryeqyteti i parë i Shqipërisë dhe perspektivën europiane që po diskutonim deri tani, se si ne duam të shkojmë në Bashkimin Evropian me shembull Krujën apo jo Skënderbeut, që ka qenë dhe atlet i Krishtit apo jo njeriu që e mbajti perëndimin të pacënuar nga Perëndëria Osmane etj etj për 25 vite, ndaloi invazionin dhe sot kemi Europën. Shikojeni pak Krujën. Në një distancë prej 250 metrash kemi 11 gropa në atë që quhet rruga e Krujës. Ju përshëndes gjithëve, ndodhem në qytetin e Krujës, jam pozicionuar aty ku fillon stadiumi i ekipit Kastrioti, dikur shumë i suksesshëm, tani është kthyer në një vend që hidhen në qendër të rrugës dhe materialet inerte. Në fakt nuk është ky denoncimi për ditën e sotme, është denoncimi se sa gropa ka rruga e Krujës rreth e qark stadiumit Krujës. Do vazhdojmë tani me gropën numër 1 dhe rreth e qark stadiumit do t'ju tregoj sa gropa ka. Gropa 1. Vazhdojmë. Orde gropa 2. Tu kemi disa gropa. 1, 2, 3, por le t'i quajmë gropa 3. Jemi gjithmonë rreth e qark stadiumit. Kruja turistike, Kruja që fton turistat, qyteti i Skënderbeut. Është këtë formë. Këtu kemi rënjet rrugës, si të shikoni. Gropa 4 bashkë me këtë. Këtë që ka me makinat, shikoj, sepse janë gropa. Pra, sekë si tjetër. Tu jemi për stadium, për se shikoni. Jemi pas porte. Për trotuarës bëhet fjalë, shikojmë, këtu s'ka as trotuarës. Tani do shkojmë tek këto. Po, këto janë patjetër. Tani këtu jemi te Kroj Ballafeni. Vazhdojmë me cilësinë e rrugës si ka qenë këtu. Në fushatën e Këralia janë hedhur disa lopata me asfalt pas denoncimit që kanë bërë. Dhe këtu është pika më problematike e rrugës, pra siç e shikoni jemi te Kroj Ballafeni. Kjo është gjendja e rrugës. Tani vazhdojmë me pjesën tjetër.
Kjo është vazhdimi i rrugës Krujës, pra Kruja turistike e vitit 2026. Ja, shikojmë. Tu s'ka as trotuar, po ka rënë dhe rruga, siç e shikoni. Këtu është gjendja e tubacioneve. Shikoj. Mund të qash gomën e makinës me lehtësinë më të madhe. Janë targa tuaja, të gjitha nga Maqedonia, nga Anglia, nga Gjermania. Na jetë pikërisht këtë rrugë që nuk është vënë dorë fare. Pjasaritja e asfalti kudo. Këto janë pjasaritët e asfaltit. Pra, gjendje katastrofë. Ndërkohë do t'ju prezantoj me pikën fundore të rrugës, ku ka rënë dhe quhet Thesa e fortë ndryshe. Kjo është pjesa ku kalon makina. Po ashtu këtu ka një deformim total të asfaltit. Pra, kjo është rruga ku kalon makina çdo ditë. Kjo është pra dashur miq Kruja turistike. Prandaj thirrje, rregulloni rrugën e Krujës.